Përshëndetje të dashur bletar të kanalit tonë Bletaria Shqip. Mirë se vini në episodin e radhës në të cilin do të flasim për ndarjet në muajin korrik, ose thënë ndryshe, ndarje pas vjeljes së mjaltit. Dikush mendon se jemi vonë me kohën, po është e vërtetë se është vonë, por nëse ndarja bëhet mirë dhe bëhet me mbretëresh të fekunduar, nuk është vonë, për arsye se kemi gati 2 muaj për përgatitjen dimrore, varësisht nga zona ku jeni. Kuptohet. Por çfarë do të bëjmë tash? Është ndarje me mbretëresh të gatshme. Fillimisht ju tregojmë se kjo koloni ka qenë për mjalt. I kemi vjel mjaltin para 2-3 javësh dhe i kemi kthit depon. E kemi kthit depon nëse kemi rast prurje të reja. Edhe për t'i pasur kornizat, kuptohet. Ajo neve më shumë diçka na intereson është kati i parë ku kemi pjelljen. Edhe më njëherë këtu afër e vendosim një nukleus. Kuptohet nukleus, po flas për nukleus. Nuk po flas për ndarje dhe të kornizë. Edhe bletari e di se gjatë kontrollit fundit ka mund të vërej këtu se kemi ushqim. Kjo koloni nuk dimron me 10 korniza, automatikisht na bie që na kemi ne me hek pikë këto korniza edhe ja kjo ku ka ushqim, të hapur, është kornizë që duhet ndrohet, ja kjo tjetra që ka më me peshë. Se disa po shifat po ka komplet nektar të hapur edhe ja e vendosim këtu direkt më njëherë. E gjejmë edhe një tjetër me ushqim të mirë, edhe kjo. Pas ka ushqim mirë, perfekt. E largojmë në skaj, këtu më njërë nukleusin e kam, largojmë anash. Se i përket punës së ushqimit mbaroj. Edhe largojmë komplet katin. Çka na duhet tash? Tash na duhet pjellje. Ku e gjejmë pjellën poshtë? Kujdes mbretëreshën gjithmonë. Edhe pse pak ka erë, kam vështirë, por sidoqoftë do ta realizoj patjetër. Sepse mbretëreshat na kanë ardhur edhe ndarja duhet realizohet. Ajo që duhet bëjmë tash është, domethënë ta marrim dhe ta gjejmë kornizë me pjellje. Preferohet derdhjen di veta. Unë nga lart kornizave peshoj se kornizën e dytë kam me pjellje. Ja. Pjellje e hapur. Kandej. Është më shumë me pjellje të hapur. Është kornizë ideale për ta marrë. Pjellje mbyllur, gjeneratë e re, edhe gjenerata që po vjen. Pse po them duhet qetë pjellë e hapur, por arsye se këtu kemi bletet infermiere, bletet e reja, bletet jo fluturuese, ose më saktë bletet jo të kullosës. Këto që nuk dalin ende nga kosherja. Dhe në momentin që i vendosim në shtëpitë e reja, ato do ta njohin direkt shtëpinë e re kur do dalin për kullos. Dhe nuk kthen asnjëherë te kjo koloni këtu. Sigurohemi që mbretëreshja nuk është në këtë rast kemi një ngjyrë të gjelbërt. Është e vitit 2025. Nuk është, edhe e vendosim si kornizë të dytë afër ushqimit. Perfekt. Korniza e radhës duhet të jetë me pjellje. Shife kjo far pjellje ka. Nuk e vendosim këtë. Edhe këtë tjetra duhet të jetë me pjellje të mbyllur. Ja. Është një mbretëresh perfekt cilësore. Pjellje e mbyllur. Edhe ja ku kemi një kornizë me pjellje të hapur, kompletan pjellje e hapur. Edhe me ves të reja. Po këtu mund të jetë mbretëresha, gjasat për të mëdha, domethënë janë të jetë mbretëresha në kornizën, kuptohet ku ka larva dhe ves të hapura. Mbretëresha mund të jetë kudo, po gjasat e mëdha janë këtu. Nuk e shoh mbretëreshën. Ndonjëherë mund t'i fshihet ngjyra. Mos u çuditni, ndodh edhe kjo. Sidomos nëse nuk i keni ngjyrat e mira, kolonia ndonjëherë dhe i fshin. Edhe kjo vendoset tek ndarja. Perfekt. Na duhet edhe një. Kjo është 50-50. Ka të hapur, ka të mbyllur. Sepse kornizën e radhës po e shoh që është me pjellje të mbyllur. Mund ta vendosim edhe këtë sprish puniç. Por me që kemi hapësirë nukleus për momentin, do t'i shkundim paraprakisht di korniza me blet.
sepse e dim se një pjesë largohet ik. Ja si janë shpjellja kësaj mbretëreshe që po mojmë darje. Ja dhe ona tjetër. Është një pjellje perfekt. Nuk e kemi mbretëreshen as këtu. Sigurohemi edhe njerë për mbretëreshen. Edhe mund ta shkundim këtë. Ja. Ndë njerë mbretëreshe shkone në skaj, nuk është për të çudit. Perfekt. Perfekt. E shkundim edhe ketë, sepse pas ka mjaft miz, ose blet më mirë me thonë. Sepse po kemi kritika pse po i thoni bletave miz. Kjo përdoret në kontekstin e insektit. Ok, shkundim edhe ketë. Perfekt. Tash marrim këtë kornizën tjetër, që ishte me pjellë dhe vendosim tek ndarja. Dhe e bëjmë një nukleus me 4 korniza duke ngushtuar ose zemënsuar kornizën e 5 me një ndras ndarse. Kornizën e 5 do ta shtojmë në fakt me 5. Falni. Mbyllim kapakun e ndarjes. Dhe kjo ndarje tash që shpeshifni këtu nuk ka mbretëresh. Po kati i parë duhet plotësohet. Me çka plotësojmë, na plotësojmë nga kati i dytë. Nga kati i dytë mund ta plotësojmë me këto kornizat me ushqim si janë. Ja. Do ta kontrollojmë mbretëreshen. Edhe një herë. Ja mbretëresh. Kjo është mbretëresha me ngjyrë të gjelbërt e cila ngelet në këtë koloni. I kemi marrë 3 korniza me pjellë dhe 2 me ushqim. Bojmë radhitjen e kornizave në mënyrë të duhur. Okej, me pjellë, këto janë me pjellë. Tash çka kemi? Kjo është me ushqim, mungojnë edhe 2 korniza. Me që kolonia duke është e bllokuar, mund të vendosim këtë ku ka hapësirë për vezë. Na mungon edhe një kornizë. Edhe kjo është një kornizë ideale për vezë. Ja. E vendosim rrjetin që mbretëresha mos ngjitet lart. Shohim pak ndarjen. Kjo është ndarja. Ja. Sa për kuriozitet për ta pa. Kjo është ndarja. Edhe vendosim më një herë 4-5 metre afër kolonias prind. Mund ta largoni komplet nga parku, po nuk ka nevojë. Sepse edhe kështu funksionon. Pas 3-4 orësh do t'ja vendosim mbretëreshen. Dhe ja ku jemi kthyer pas 3 orësh. E kemi hap portën e ushqimit. Është e fënish nga Austria. Tash do ta vendosim në koloni. Kjo është nukleusi që e krijuam, domethënë para 3 orësh. Mendoj se jam mjaftueshëm i fuqishëm për momentin. Tash vendosim mbretëreshen. Ja ku kemi vendosur në këtë kornizën me pjellë. Domethënë me vezë të reja. Do shifim më një herë si ndikon feromoni i mbretëreshës tek bletët, sepse kanë mungesë dhe alarm të mungesës. Shifini rrahjet e krahëve, vetëm se ka filluar alarmi i mungesës së mbretëreshës dhe e fusim në këtë mënyrë. Perfekt. Ky është gjithë procesi për krijimin e një shtese me 25 korrik, e cila do të dimroj si nukleus.
Nëse ju ka pëlqyer video, mund të na shtypni një like. Mirëmbëngjes.